Darka e sajuar mbrëm pra nga vllai i madh që Gjesti dhe Egli të takohen, e kërkuar pra nga Gjesti, në fakt nuk ishte një dark, por nga ana strategjike ishte një grack, ishte një kurth, në të cilën sigurisht Egli ra brenda komplet domethënë në atë grack, por kam përshtypjen se kanë rënë nga pak të dy. Pse? Kam argumentet e mia. E para që ra, domethënë grackën le të themi ndoshta edhe pa dashin e tij, që mos ta bëjmë sikur, por strategjikisht është një grack e sajoj Gjesti duke i kërkuar vllait madh një dark për t'u sqaruar me Eglin. E para që ra brenda është Egli, pasi kishte thënë që unë s'kam më punë me Gjestin, ç'pun kam unë, ne këtej ai është lojtar veç, unë lojtar veç, edhe pra nuk e dua e kështu me radh. Egli pranoi, e buzëqeshur, e dashuruar, pranoi dhe jo vetëm kaq, e shijoi darkën, por jo vetëm kaq, pasi darka mbaroi, ajo e përdori darkën për të gënjeu gjithë të tjerët, sepse e shiti sikur në atë dark kishte kuptuar se Gjesti ishte jashtëzakonisht i dashuruar me të. Në fakt nuk është e vërtetë. Unë të paktën nuk e pash kështu. Ne dashojmë sot në prime, por nuk e pash kështu. Pra e shiti sikur Gjesti ishte i dashuruar, sikur Gjestit mund t'i thoje çfarë doje, pra ta shaje, ta denigroje, ashtu prapa i qeshte. Kjo tregon që prap Gjesti ishte i dashuruar me Eglin. Pra Gjesti një farë mënyrë, jo një farë mënyrë, po gënjeu totalisht, duke rënë pra në grackën e darkës. Ndërkohë, edhe Gjesti ka rënë pak brenda kësaj gracke. Pse? Sepse ai tregoi me këtë rast që nuk kishte absolutisht asnjë lloj interesi për t'u sqaruar apo për ato kërkesat për falje të familjes, unë nuk i besoj shumë. Unë besoj këtë, që Gjesti është natyrë protagoniste dhe ai nuk e duron dot faktin që Jozi dhe Loredana janë çifti i përfolur. Nuk e duron dot faktin që Jozi Loredana kanë atë suitën atje për të ngrënë një dark bashk. Dhe Gjesti kaq shumë e do protagonizmin sa duhet ta ketë patjetër. Nëse nuk e ka, do ta blej. Nëse nuk e blen, ai do ta marrë me dhunë. Dhe kam përshtypjen që kjo është ajo. Megjithatë kjo nuk është një gjë e keqe në vetvete, por kjo është e vërteta pse ai kërkoi darkën. Pastaj pjesa tjetër, kërkimi i faljes, pendesa kështu me radhë, për mua nuk pinuj në Big Brother. Kështu që kjo ishte pak a shumë analiza ime për darkën grack.